Mirë se erdhët në studio. Së bashku do të jemi si çdo të shtunë. E ftuara ime speciale për sot është një nga miqet e mia më të mira, gjithashtu edhe një nga poeteshat më nxehtë të qytetit të Shkodrës, quhet Melita Vjerdha. Melit, faleminderit që je në studio sot me mua. Faleminderit që na dedikove kohë për kohës tënde. Faleminderit edhe ju për ftesën edhe komplimentet, të shkon shumë emisioni të rinë për shtatë. Është një emision që na shkon të gjithë dhe ne që shkruajmë diçka për Shkodrën vëlla jone, që jemi si filizat e ri në Shkodër, vëlla jone. Mirë për këtë. Okej. Atje për të gjithë publikun e gjanë të emisionit Pena e Shkodrës, një biografi e vogël për Melitën, lindi në qytetin e Vautëdejës, ka kryer shkollën fillore të vjeçare të mesme në qytetin e Shkodrës, më pas në vitin 2011 përfundon studimet e larta në Fakultetin e Shkencave Shoqërore për Gjule Tërsi. Në Universitetin Luigi Gurakuqi nuk duhet harrojmë asnjëherë për ta përmendur universitetin tonë dashtën. Ka punuar si mësues këtij profili pranë shkollës Branko Kadia, Lazar Kabashi Pistoll, Aleksandr Paloçi edhe në Bashkinë e Vautëdejës. Melit, fillimet tuaja fillojnë me poet të njoftën, me shkrimtar të njoftën. Unë do të përmend disa emra: profesor Ivan Dibra, profesor Primosh Llaku, profesor Çapaliku, shumë të tjerë. E shoh që me profesor Primon të shoh edhe në një foto një veprimtari me poetin, profesorin e dashtën, me shkrimtarin e mirënjoftën. Çka të lill më shumë? E kuptoj që ne na lill letërsia, po sa shpirtnisht, sa letërsisht lidhesh me profesor Primon? Atëherë, ndoshta është pjesë e fatit kjo. Do të thënë nëpërmjet këtyre aktiviteteve letrare që pata mundësinë mu promovu më tepër, pata dhe fatin që ti njoh profesorët, pedagogët, shkrimtarët mëdhej. Profesorët e nderuar që japin maksimumin për letërsinë, për të gjithë studentët e rinj që vinë dhe formohen në Universitetin e Shkodrës, që unë kisha me thënë janë shumë të rrallë. Unë profesorët sidomos të degës Gjule Tërsi, të cilët unë njoh nga afër tashmë. Nga që edhe unë kam kryer për Gjule Tërsi, domethënë profesorit Ivan Dibrën kam pas fatin që ta kem edhe pedagog. E përshëndesim ndërkohë profesorit Ivan Dibrën. Në shkrimtarët e mi të preferu. Kështu që është dhe jo vetëm i jote. Okej, Melita, në një artikull thohet për ty që është rrugë e mbarë në poezi, ku hapat e parë bëhen me poet të njohur, të afirmuar, dhe nuk rend pas shkëlqimit, dhe as krenohet, thot poetesha. Çka do të thonë nuk rend pas shkëlqimit? Sepse unë gjithmonë mendoj se sa herë që ndeshem me Melitën ose me poezinë e Melitës, ajo është rrezatuese. Kjo nuk është me komplimentin. Kjo është kompliment ndoshta. Por do të thotë që nuk kam rend pas asaj gjaje. Do të thonë, kanë ardhur gjanat natyrshëm. Nuk jam nis me kanë poete as shkrimtare, do të thonë gjanat më kanë rrell natyrshëm dhe nuk e kam kërkuar shumë atë gjë. Por momentin që ka ardhur sigurisht ka kanë satisfaksion, ka kanë kënaqësi e madhe dhe jam ndoshta nganjëherë edhe poete. Ishte bukur kjo, nuk e kam pasën plan me u bë poet. Unë mendoj se asnjë prej nesh nuk e ka pasën plan me shkru ose me bë diçka të ndryshme. Po mendoj se është ajo që thot Frederik Reshpja, kam lindur i mallkuar me art. Edhe mendoj se nganjëherë është, mallkuar është një lloj, më kisha më thënë, një lloj metafore e Reshpjes që është e pa diskutueshme që është metafora e poezisë, që është e jashtëzakonshme. Dhe mendoj se është ky lloj mallkimi, po e marrim po në çuj bekim, që na ndjek të gjithëve në një mënyrë ose në një tjetër. Është një lloj nevoje për me shkru. Edhe kjo është ndjesi që ti e mushun edhe ke të nevojshme për me u zbraz dikon. Kjo ndoshta është pjesa e ngarkesë që quhen si mallkim. Edhe duhet për me zbraz dikon se s'bën. Atë poeti e ka këtë cilësi, domethënë, ka këtë veti që don është i përmushun edhe don me zbraz dikon edhe ku më mirë se ai që është i lindën poet e zbraz në vargje, në poezi. Kjo është njëra prej ndjesive të mira që ti jep në poezia që ti ke kriju është bekim. Është bekim. Unë shpesh quj ardhjen e dëshirës për me shkru një lloj vokacionit. Nga njëherë mendoj se njerëzit që shkruajnë, njerëzit që
e prekin sa do pak poezin, letërsin, prozën, do të thonë letërsinë në të gjitha ato rrymat e saj letrare, mendoj se duket nga njëherë sikur janë thirrën për me ba diçka të tillë. Jo gjithkush mundet me ba letërsi, jo gjithkush mundet me shkruaj poezi, edhe pse sot na krijohet ajo përshtypje se gjithkush po shkruan. E ke ndonjëherë këtë idenë se gjithkush po shkruan poezi? Tash, me thënë drejtën. Pa paragjykime, e them shumë përgjithësi, një trend më duket nga njëherë. Ndoshta kjo është edhe pjesa, ndoshta e kam negju, po jo se e kam shpreh, sepse drejt kohës secili më shkru. Por kjo është pjesa që ndoshta më ka stepi fije për me shkruane. Për me botu ndoshta. A din? Edhe unë la nuk kam një libër temin botu. Prit se do më rrim të libri, prit. Shiko, ti kur më thu se je step, edhe unë du me lexu këto vargje që do me thonë që ti s'duhet mu step, do me thonë, zbres në vetë vete, ri e strukun kullën prej kristali, me mure të larta rrethuse, të pakalushme, me rehatin e një rrëfimit përditshëm, besu letrës së bardh, aty ku sfilitit e shpirtit shkrihen lot, ku zbulohen enigmat e zemrës, përgjigjet e nërgjegjes, ku kaliten mendimet e zhduken imazhet fatale, atje ku merr forcë çdo dobësi dhe ngjallet shprehja e lutjes, aty ku të gjitha faqet e kullës shkëlqejnë nga një dritë e përbashkët, ajo e vërtetës. Melit është një poezi, unë kam kënaqësinë edhe nderin me thonë që ti je një poete elitare. Ndonë se ende nuk ke një libër, por nuk ke një libër sepse je shpesh herë një nga ato krijuese që ke marrë çmim në festivalin e poezisë pa votuar. I vlerësu, edhe nuk është gjë e vogël vlerësohesh në një festival të tillë nga profesor të mirënjohur të letërsisë dhe nga njerëz të artit, të cilët e vlerësojnë të bukurën, e vlerësojnë letërsinë, vlerësojnë poezinë dhe vlerësojnë shumë elemente të poezisë. Si nihesh, duke qenë herë fituese çmimit të parë, herë të dytë, diku bashkë kemi qenë një e treta, një e dyta nuk ka rëndësi, kemi edhe një foto të përbashkë. Si është të jesh në këto edicionet, si nihesh pas një çmimi, pas çmimeve të tilla? Sigurisht që këto më kanë dhënë edhe më kanë nxit për me shkruaj më tepër, më kanë nxit për me besu që ajo që shkruaj vërtet ka një ka diçka që pëlqehet. Kështu që jam është satisfaksion patjetër. Do mendoj faktin që nuk du me arrit diçka dhe ka marrë çmime, sigurisht që ka kenë satisfaksion dhe ka kenë ndoshta ka herë edhe pa pritur, por që e kam kuptuar që duhet ndoshta me shkruaj. Edhe mos me e lanë këtë pjesë. Pavarësisht se ka herë e lanë heshtje këtë pjesë, i kam lanë ndoshta poezit pak në heshtje për mu pjek Melita si poete, mu pjek edhe poezi. Mirë po ka shumë vite që kanë kalu tash edhe më duket se nuk duhet mi lanë mu pjek shumë se po më digjen krejta. Që duhet me menu për një libër. Dishta me e theksu une. Unë uroj që të kesh një shtys të fortë, sepse unë do t'i mirë njohë se gjithë jetën Josef Radit, i cili ishte shtysa jeme kryesore. Shikoj më tha, e kujtoj si sot shikoj më tha, ti kam lau këto poezi dhe botoj se më çmeme. Hala, e kujtoj këtë dialogun midis tij dhe me Eto, që unë isha e gatshme para një fakti të krym, e pa përgatitur para një fakti të krym dhe o burra, po i botoj. Dhe doli vëllimi jam i parë, a ban me mshu pak rrugë. Si do titullohet si mund të titullohet një libër jot i parë me litë? Që i ta kanë me parakalu në këtë rast. Kisha pak rrugën me parakalu pak. E kam hapur me litë rrugën unë edhe për ty. Me litë... Besoj që nuk do të më rrim në atë pikë që me shtyja në kuptimin që duhet se s'ba me ba një libër, por që mendoj që duhet ma shumë për mi përmbledh këto poezi tash edhe me larg modestismo temen për me u pjek këta poezi dhe besoj që duhet marrë shpejt një libër. Modestia është një armik kryesor i shkrimtarit. Kam një poezin tëmë në dorë, cila thot kam harru me anëru. A harron njëri u me anëru me ditë? Po më nëj po e lexoj këtë. Jo dobësi, por është një diçka që punon si fenomen ndoshta tek njerëzit. Edhe ndoshta po harrojnë njerëzit edhe me andru.
edhe po e kërkojmë atë kohën kur na kena nevojë, jena një shumë mirë kur kena ndru. Edhin, është një periudhë ndoshta për të tanë që ëndra po met jashtë kornizës tonë, domethënë. Nuk e di, varet kështu e kam pa unë, ndoshta ka qenë edhe momenti kur unë kam shkruar poezinë, se ka disa kohë që kam shkruar poezinë. E di. Shpesh harroj nga një herë. Domethënë është një lloj gjendje që krijohet herë pas Që here. harroj me ndru dhe harroj me u gjetë më afër vetes. Të mendoj më shumë për njerëzit që na rrethojnë, për pjesën e jashtme, për gjanat që po ndodhin kohët e fundit. Rikthim. Kam harru me ndru. Duke jetu jetën furishëm. Punë, shtëpi, fëmijë, fest, gëzim, jedhnim. Tora vrap, kam marrë çdo hap. Shpesh jam në një huj në njerëzit tuj. Kam has penges në rrugë pa kthes, shpesh edhe njerëz pa bes. I kam ngryz ditë në melodit trishta, duke pa maskat pastra dhe të ftyrat pista. Uri, pasuni, provime, testime, zhgënjime, një mal me ime. Por pas kam harru me andru andrat e brishta fëminore, stin të krisuna përore, harlisjet mbi butësi resh, këmbana që ngjallin shpres, ku ngrihet kelku të dielën mesh. As kam harru frymarit e vrapave pashkas, rrugicave të vetmume, ku hijet rrimas. Pas kam harru erën e barit njom, bus liçenit, illnak, vështimet e brishta, kjo më duket, që të rrjedhin në gjak. Në çfarë gjendjesh? Është edhe pas kam harru me lëmu gjitha me mall, pas kam harru me uni e gjallë. Është më bukur kur e përfundon ti vetë. Po, sepse zakonisht mesazhet e jap në fund poezisë. E kena këtë, është një kulpo që do në me dhanë në fund poezisë, është më duket nga një herë ai mesazhi kulmor me një poezisë, po që jo fillon Si me vjen fund. kokina në fund delat e kokitash me dal. Po, është Kisha dash më kokina mos mirë ose shumë e rrezikshme kote fundit. Okej. Melita, kisha dash me të bëj një pyetje në çfarë gjendjesh është Melita kur shkruan? Atëherë, të janë gjendje që nuk kanë një përshkrim, a kupton? Ti je vetë poete dhe e kupton se kur ke dëshirën me shkru, kur ke atë ndjesinë me shkru, ndoshta nuk ke asnjë gjatë që të lidh me poezinë, por janë faktorë të jashtëm që kanë niku prej kohët, janë akumulu në veten tënde, edhe ti nihesh në atë moment e ngarkume, edhe ke nevojë me zbraz në letër. Kjo është Unë e kuptoj që e ke përmendur shumë herë këtë ngarkume. Nuk je hiç e ngarkume me li. Jeta e përditshme është e ngarkume për të gjithë ne, është jam. Në përgjithësi është shumë më sensibël. Se sa është çështje ndjesisht kanë një shkrimtar ose poet. Pra je gjithmonë më i njehshëm kundrejt çdo gjaje, çdo dokurie që ndodh. Si jashtë na rrethon, si ndoshta brenda vetes. Unë zakonisht nuk jam keq me veten, por më nikon shumë faktori jashtëm. Edhe kjo më akumulohet me kohën edhe kam nevojë me e zbraz me. Domethënë ti nuk gjendesh në ato gjendjet melankolike, shumë të trishtuara ose vulkanike, sepse unë kam këto, o jam melankolike. Që ka mundësi të la testamentin e fundit, ose jam vulkanike që do shpërthej nga momenti në moment. Duke është edhe që është shenja horoskopit, kjo më duket, nuk e di saktë. Okej, Melit. Shiko Melit, çka do të thonë për ty telepati? Ose si e percepton telepati? Do dalë më ndaj një shprehje tjetër. Okej, nuk ka se kam menu, nuk ka se jam thellu shumë tek kjo pjesë. Mund të shpërthon në një frazë filozofike tash unë. Shiko se Eduardo De Filippo. Kam diçka që e ndjen më përpara. Okej, pra, Eduardo De Filippo thot, telepati thot, është thot, Adin thot, çka do të më thonë thot telepati? Është kur unë nuk trokas dhe ti e hap portën. Drejt ko. Po për Melitën, çka është telepatia? Atëherë, për janë të futa në një lloj linje. Telepati nuk ka se kam telepati. Nuk ka se
e një shumë diçka përpara, nuk e di se si mund ta shpjegoj tash me. Nuk është se është një ndjenjë që të krijohet brenda vetit, domethënë herë pas here, nuk. Jo. Është diçka që nganjëherë njeriu Elen është një aspekt i mendjes që njeriu është vjen ato, e natyrshme. Okej. Kena Gurdjef, thotë nëse i ndihmon të tjerë, thotë ka me të ardh kjo ndihmë edhe për ty. Ndoshta nesër thotë, ndoshta mas 100 vitesh thotë, por kemi unë i bu, sepse natyra duhet me ne pagu borxhe, thotë, është një ligj thotë matematikor, sepse thotë e gjithë jeta thotë është thotë një kalkulim matematikor. Të duket ndonjëherë jeta si kalkulim matematikor? Apo si diçka e papritën? Jo, gjithçka më duket sikur rrell natyrshëm, jo e llogariton. Gjithçka është më vjen gjithçka natyrshëm. Ndoshta e kështu e perceptoj unë. Nuk është thjesht perceptimi, është ajo ndjesia që të kollon jeta deri në këtë moment, mendoj. Po, çdo gjë ka rrjellshëm, natyrshëm, duke filluar qysh me njohjet e mia të para, pastaj. Okej. Se unë po hy pak edhe të këto, tek të kita personale. Kena një shprehje të Julio Cortázar, i cili thot po rrëzove thot, unë të ngrej thot, për ndryshe do të shtrihem pranë teje. Sa herë jeni para një situate të tillë, me ditë, kur një njeri joti i dashur ka pas nevojë për një ndihmë tënën ose që ti të bëhesh njësh me dhimbjen e tij. Një njofton, një person që e ke pas për zemër ose një, nuk e di, domethënë. Është një ndjesi që vjen herë pas here. Kena njerëz të tillë që e përjetojnë çdo gjë që ata përjetojnë bashkë me ne. Atëherë, unë kam si natyrë më gjenë shumë afër njerëzve, sidomos njerëzve sidomos njerëzve të mi të afër, domethënë, është gjaja që unë e kam ndoshta më të theksume, që unë bëj shumë dhe çdo gjë mundem, bazë kapacitetit që kam për njerëzit e mi, përgjithësi për njerëzit, por sidomos për njerëzit e mi. Domethënë, jam gjithmonë e gjetën afër edhe bëj maksimumin, bëj maksimumin për ta. Ndoshta çdo gjë që bëj, nganjëherë çdo gjë që bëj, sillet rreth atyne, domethënë që ata të njihen mirë me çdo gjë që mund bëjnë për ta. E te kalon vetin? Patjetër për njerëzit e mi, absolutisht. Kjo është gjë shumë e bukur, gjë festnike kisha më thënë. Me liq shpesh mendoj se e para gjë që na mëson leximi është si mënaj vetëm. A je ndjen ndonjëherë në këtë aspekt që ke nevojë me lexu edhe ke nevojë me ndajt me vetin, apo ke nevojë me ndajt me librin, me personazhet e atij libri, me historinë e atij libri? Kjo na ka ndodhur shpesh, por unë nuk e kam pas si diçka të dobishme, unë e kam pa kanjëherë të frikshme këtë pjesë. Po, për momentin nihesh mirë sepse ke atë ndjesinë që dëshiron me ndaj vetëm, por e shoh si diçka vetmin, nuk e shoh si diçka të bukur, e shoh ndoshta të ndihmon vetëm për pjesën e artit për me shkru, por që të myll në vetvete dhe të ndikon negativisht, po them unë thojsa, në marrëdhëniet me njerëzit e tjerë dhe me ndoshta me përgjegjësi me të tjerë. Pra, e shoh si diçka jo shumë pozitive, pavarësisht se në momente të caktuara është diçka që të ndihmon ndoshta me shkru, me u shpreh më mirë, me nxjerr atë çka ke ti në sipërfaqe, sepse është ndihmon shumë, domethënë, por që nganjëherë më duket shumë një eksperiencë vogël të punumit në bibliotekë, di që e ke, se e kena konsumu bashkë këtë gjatë dhe mendoj ka një kohë për ty për me lexuar ndoshta më tepër apo e kam shfrytzuar këtë pjesë në maksimum, domethënë sepse biblioteka është një ndër gjanat e mia të preferume, sepse aty ndihom mirë, nga që du librat shumë, patjetër është një vend që t'jep ndjesi të mirë. Nuk po hite autor, kisha më dashur me hite një libër. Cili është ai libër ku të ka rrëmby të tanën, të ka marrë komplet me vedi, edhe ke harru gjithçka tjetër. E shoh që nuk je shumë e kësaj me të më rrëmby, por ka libra të tillë që të marrin me vedi. Unë për shembull kam Ana Kareninën, edhe unë kur e kam lexuar Ana Kareninën po të tërgoj një ndjesi që kam najt najën, edhe fillova me qa, edhe i matë që më shqipë se qa ka në u? Unë nuk parisha me ja shpiku se unë kisha lexuar fumin e Ana Kareninës, ishte një për aty në personazheve që unë e dosha pa fond, më thënë, pra naj.
A ka një libër tillë në jetën tënde? Po, kam libra që më kanë lanë shumë për shtypje, por nuk kam libra që unë jam një kështu si ti, më thënë. Rrallë herë mund të ketë në por kam të preferuar, më thënë, një libër që më ka marrë gjithmonë në kujtesë është Kënaqësia e Danuncios. Në libër ndoshta jam përfshi më shumë në librat e tjerë, por që nuk jam e natyrë që kaloj, dhe me thënë, rri më shumë me kam në tokë në përgjithësi aty. Edhe ndoshta janë disa autorë që unë preferoj më shumë, janë këta autorë që rrinë prekon shumë realitetin, qenjen e thelbin e qenjes njerëzore. Pra, të fusin në realitetin e përditshëm, në atë që ti gjithmonë e din se çfarë është dhe çfarë ndodh, por gjithmonë masi ke lexuar librin. Pra, këto shkrimtarë janë ndoshta shkrimtarët e mi të preferuar. Përfshi këtu edhe profesori Van Dibren, me sidomos me librin e fundit Gruaja që desha. Është shumë realist dhe shumë e ka cek shumë figurën e gruas, por unë ne do ta kemi në studio profesorin. Pra të qenies, thelbin e qenies njerëzore, dhe kjo është një aftësi, dhe aftësia e tij ndoshta më e mirë për unë e krahasoj shpesh me Kafkën. Profesori ka filluar deri në një filozofi, kisha më thënë, në tij, ka qenies njerëzore. Por që ajo karakteristika që mund të tërheq më shumë të librat e tij është thjeshtësia se si e bën autori, më thënë, romanin. Thjeshtësia se si e shkruan. Më thënë, për njerëzit, për lexuesit e thjeshtë, ai është i thjeshtë dhe është shumë i thellë për lexuesin e mirë. Pra ndoshta ka pas gjithmonë parasysh që ka çdo lloj disa tipe lexuesish, është e vërtetë kjo. Kena një shprehje të Bukowskit, i cili thotë nganjëherë ndihem sikur të gjithë jemi të burgosur në një film, thotë. I dim batutat, dim vendin që na përket, thotë, dim se si me recitu bukur, mungon vetëm kamera e cila kap filmimet, dhe është një film, thotë, i keq nga i cili s'mundon me ik. Bukowski është për mua një çmendur shumë dimensional, është pak a shumë si profesori Dvani, që të duket shumë i thjeshtë, por në brendësi ti ai është shumë i thellë. Në sepse hinë edhe Bukowski deri diku te femrat. Hinë me atë forcën e tij për njeriu të çuditshëm, por prek edhe realitetin. Sa herë gjendesh një paralel me Bukowskin. Kjo është edhe aftësia e një shkrimtari, që të prekush thellësinë e qenjes tane. Pra ti ta kuptosh nëpërmjet leximit se kush je ti. Kush është qenia njerëzore, pra i flet ndoshta për veten, duke përfshi gjithë secilin. Dhe kjo më duket një arritje shumë e madhe për një shkrimtar. Pra të prekësh qenien njerëzore në thelb. Pra ti të kuptosh se kush je ti nëpërmjet asaj çka ka thënë ai për veten ndoshta. Nëpërmjet asaj çka ka shkruar Bukowski. Po, e mendon ndonjëherë se po jetojmë në një film të frikshëm? Për sa i përket këtyre viteve të fundit. Sidomos me këto viruset që ne ishim edhe pa përgatitur se për çka po vjen. Duket sikur e kam një këtë situatë dhe ndoshta nganjëherë më zhduk sikur vërtet jenë në ata filmat fantashkencë që diçka po ndodh e çuditshme dhe ti nuk e di a je në një ëndër apo do jetu këtë realitet të frikshëm. Edhe patjetër. Nuk e kanë njerëz sikur e kanë parashikuar, është një lloj telepatie kjo shkrimtarëve që parashikohet diçka për të mëvonshme e cila vjen edhe ne nuk e kuptojmë, po e kena lexuar diko. E kena lexuar diko. Është vërtet kjo. Është një déjà vu. Shikjo, Melica, unë kam një autore shumë preferuar, nuk e di cila është ajo, të kemi më zbulu mas pak, kam Alda Merinin, e cila në çdo vakt të saj. Sa po e zbulova? Dhe më thënë është të përbashkët Alda Merini. Shumë shpesh kur lexoj Alda Merinin, them Alda ti ke jetu para me, do të kisha dash me jetu unë para teje, që t'ishe gjetë ti në bargjit e mia si gjem unë të këtuja. Por ajo ka një shkrepje çmendorie, që thotë unë nuk jam një gru e zbuqshme. Ose unë jam një gru e pa zbuqshme. E merr gruan si në ato fal për krahasimin, si në ato kafshët që duhet t'i zbusim për me i përdorë më në e krahason me një gjatë tillë. Sa ndihesh brenda kësaj? Jo shumë, faktikisht. Jo shumë, sepse gjithsesi mboret nga këndvështrimi se si
Por natyra e femrës është e butë, e brisht, Jo gjitha. Jo, në përgjithësi. Okej, përgjithësi do rrim brenda kësaj absolutisht. Mendoj këtu sepse këtu e më e dhon veten. Kështu që nuk mendoj që është pak e ndoshta egzageruar, nuk e di se në çfarë kontekstit ka dashur me përdorur këtë pjesë, nuk e kam lexuar. Alta është goxha e vërtet, është goxha e drejt për drejt, domethënë edhe është realiste shumë dhe mendoj se ka pas një jetë për të cilës ka marrë shumë eksperjenca, sidomos edhe pjesa e saj tek çmenduria dhe aty gjendet edhe kjo, nuk jam një guru ose unë jam një guru e pasbuçme. Më vjen mirë për këtë pjesë të saj sepse nuk është koncepti në përshtatjes që nuk përshtatet me çdo gjë, domethënë. Prandaj thash sa i përket kësaj. Jo, jam jashtë kësaj. Jam shumë natyrë e përshtatshme, shumë natyrë e brisht, e butë, e kthyeshme. Melitë, unë i ceku poezi tuaja, më pëlqejnë jashtë maset, edhe përveç se i ceku, je shumë realiste, a guxon Melita me këngë erotike brenda një poezie? Jo, nuk kam tentu, nuk është natyrën tënde. Do të isha poete shumë e mirë, por nuk kam tentu dhe nuk kam pas natyrshëm, nuk më ka ardhur me shkruajt natyrshëm poezitë të tilla. Pra, mu gjithçka që kam shkruajt deri tash më ka ardhur natyrshëm. Pra, nëse në një moment caktuar më ka më marrë dhe natyrshëm edhe kjo lloj poezie, patjetër. Ti nuk krijon nuk e njoh veten në këtë pikë, nuk e njoh veten në këtë aspekt. Domethënë ti nuk krijon një lloj kompleksi, po të erdhi një vokacion i tillë që mundesh më shprehë në një mënyrë erotike. Jo, nëse vargu dhe poezia ka me kënë sepse ne kemi mjaft, Vivian Lamarck, kemi shumë që shkruajnë në mënyrë erotike, edhe Alda Merini ka një lloj erotizmi brenda poezive, disa nga poezitë e saj, jo të gjitha. Por deri në këtë moment nuk ka se kam një veten për me shkruajt një poezi të tillë. Mendon se duhet eksperiencë për me shkruaj poezi të tillë apo është diçka që vjen vetvete? Ka step, se ndoshta s'kam eksperiencën e duan për me. Unë desha me ti citu dy vargjet mia të la shkrencë. Jam përfshi një botë tjetër, ma me kam tokë ma reale, ma kështu që nuk... Do me thonë, me këto vargjet e mia, që unë i drejtohem, jam shumë e drejt për drejt nga një herë në poezitetin shumë mirë, të në kjo fëse më puth, robat bin veti, thëmë në. Si tu këtë me litë kjo? Na qitë një labirint kështu të shumë. Kjo është labirint, kjo është labirint. Kur të rrimë në kafe. Është një labirint shumë i thellë duket, është diçka që s'duhet i bim, se kena frikë se mos nuk dalim ma për kësaj, a? Pikërisht, ne po them po e quaj labirint atin. Okej. Kisha dasht me i lyp kohës, me anal hobin e ikjes. Esin pasqyr me pa thellësin e gërsin e origjinë smirimit që ka ta niset në kam të njerëzimit. Kisha dasht me pa gjitha plak të dinjitetit të qënjes, njollat e nërgjegjes, fitat e degradimit, neverina e idealizimit, vullën e vetë dështimit, me pa thellë në sy se si shtirja, falsiteti, hipokrizia, ngushtojnë frymarrje në shpirtit, lirë e ftuturak, se si plakt e pa mjekushme të dëmtojnë pa hak. Kisha dasht me marrë frym thellë, në mrendin e shpirtit përballë, me i gdhen të gjitha me rallë. E gjithë damshin e viteve, nyjet e stinëve, me mposht frikën, a rilin sejdren, me ledhatu nërgjegjen, me myt i natet e andjet e vetmis, e me i lan shtek të mirës. Me i lan shtek të mirës. S'po i përmanin nërgjegjen, s'po i përmanin minatet, s'po i përmanin ikjet, këthimet e shumë qka tjetër. Kisha dasht me i lyp kohës, a ka koha jote me lyp? Pra ne kam dasht me i lyp pa kohës teme, sepse nga një herë njerëzit nuk kanë kohë nështë e më unalë edhe me i ba një katarsis vetës. Edhe këtu nështë është aja që jo dëmton nërgjegjen. Sepse gjithmonë një nërgjegje pastër është gjithmonë duke i ba një katarsis vetës, ku jam dhe si duhet me kanë. Prandaj ndoshta duhet me lanë edhe shtek mirësisë nga një herë. Kështu që
Okej, ti the një energji e pastër është ku jam, si duhet më kanë. Sa vlen liria për ty, Melit? Liria është një... Ose si e percepton lirin, Melita? Po ta thjesht ndryshe. Liria është dimensioni asaj sa jeti, të më thonë. Aq sa jeti, në një citat të vogël kam shkruar që liria është kostumi dhe vjet e kostumit janë dimensioni, do të më thonë. Pra, aq sa një lloj ekuadori. Pra, aq sa ke ti dimensionin tan, aq mund të jesh i lirë. Pra, sa percepton ti vetin, sa dimension ke, aq je dhe i lirë. A të duke nga njëherë njerëzit shumë dimensional apo pak dimensional? Varet se sa e mendojnë ata që janë dimensional, edhe sa realisht janë. Pra, ai që pretendon me kanë më shumë se ka dimensionet e veta, dhe me thanë është të fluturu me lirinë e vetë. Me lirinë që duhet me pas. Në shkodran kena një shpreje me fluturu me presh. Duhet me ditë sa dimension ke për me pas aq liri sa të... Kam një paragraf të Oriana Fallacit, që është jashtëzakonisht i bukur. Zakoni thot është smundja më e keqe sepse na bën me pranu çdo fatkeqësi, dhimbje e vdekje. Për hir të zakonit jetojmë pranë njerëzve të rrym, edhe mësojmë, edhe mbajmë zinxhir, thot, edhe vujmë pa drejtësit, edhe i dorëzojmë i dhimbjes, edhe pa drejtësit, edhe gjithçkaje. Zakoni është helmi më i pamëshirshëm sepse hyn avash në mendin ton, thot, edhe si në heshtje rritet pak nga pak, thot, të ju shty pa vetdijen ton, thot, dhe kur e gjejmë atë, në çdo derisa ne e gjejmë atë, në çdo çelistë tonen, nuk ka më asnjë ilaç që mundet më na shëru. A të duket i krahasueshëm me lirinë? Apo të duket i krahasueshëm me burgosjen e njeriu pranë vetes. Është një lloj zakonit, e? Po. Nuk e di, varet se si është perceptimi. Ne kena habitate të ndryshme në jetë, edhe kjo duke e marrë me një lloj habitati që ne kena na bëhet aq i përditshëm sa ne harrojmë se na është bë habitat dhe ne jetojmë me atë çdo. Me thonë, ndoshta mendoj nga një herë se jetojmë me mendimin e të tjerëve, ose të prekshëm nga mendimi i të tjerëve, ose të luhatshëm nga mendimi i të tjerëve. Aq shumë fokusohet mendimi i të tjerëve në botën tonë sa ne harrojmë se duhet me jetu edhe vetë. Nuk kena pak njerëz të tillë, edhe nuk ka pak gjëra të tilla brenda nesh. Kalojmë duke deri në gjëra të pashërueshme. Varet. Apo nuk je ndikueshme nga këto gjëra? Nuk jam shumë ndikueshme nga. Okej. Melit momentalisht punon në fushën e arsimit. Po, specialiste e arsimit. Specialiste. Si është të jesh specialiste e arsimit? Kam gjetur rahati me punën që baj, domethënë në ke gjetur kënaqësi me ajo. Po. Kënaqësi dhe rahati, të dyja bashk. Është një punë që e bëj me shumë qejf, sepse është pjesa e arsimit, është kjo kur më përfshin pjesën e arsimit, më thonë është diçka që e bëj me qejf me. A më nënë se arsimi ka nivellet të cilat duhet me pas sot momentalisht? Ka ata mangësit e veta patjetër. Është ajo që ndoshta më vret më shumë është pjesa e tekstit. Teksti. Ajo nuk na vret të gjithëve. Kompetencën as mundësinë për më mshu kësaj pjese, por që do të kisha dashur shumë që me hy me themel, me thënë me pas njerëz që më përkrahin me këtë, jo vetëm mua, është një problem që është ngrit më përpara, nuk është problem që po e theksoj dhe po e cekon tash për herë të parë, por është një problem që kohët e fundit është bërë shumë bajad, është bërë shumë me duhet mu cek më shumë se e më shumë më shumë kësaj pjesë. Pra tekstet lënë shumë për të dëshiruar. Me thënë, zgjedhja teksteve, përkthimet e teksteve, gabimet drejt shkrimore, e shumë, dhe me thënë, duhet me i ban një azhurnim edhe me i ban një me kap në dorë librin. Tekstin. Tekstet përgjithësi, sidomos unë tham sidomos ato të fillores, kanë një nevojë absolutisht fillores. Sidomos të fillores. Melit unë du të hy pak të kjo pjesë. Melita shkru në gegnisht apo në standard? Në gegnisht. Pjesën më të madhe. Unë po ta bëj pyetje sepse unë e di çka shkruan Melita. Melita shkru në një gegnishte të standardizuar.
Me aq sa kam vure unë, që është e kuptueshme për shumë kënd, domethënë, edhe për pjesën toskanisht të Shqipërisë, domethënë. Këtë e kam vure më së Po shumti. pra, unë shkruaj ashtu si më vjen natyrshëm. Po. Dhe nuk është as shkodranishtja, as gegnishtja Është pak e përzime. standardizume, është ajo gjuha që flasim ne. Unë jam zadrimore. Aha. Dhe gjuha jonë më duket shumë e pastër dhe kështu e kam menuar unë që duhet më shkruar gjuhë që kam Atëherë, se shkruar. zadrima ka dialektin geg. Dialektin geg dhe ne hate. Pse të erdhi kjo mënyrë për me shkru? Pse ti nuk shkruve në standard? Sepse ti e di që shkollën Sepse nuk gjithë më del poezia në standard. Nuk Më del del shumë poezia. natyrshëm. Do të ishte shumë e sforcume nëse unë do ta kisha realizu poezinë, do ta kisha realizu sepse në standard është më thjesht me shkru, Aha. kështu por nuk del natyrshëm poezia, nuk e ka ritmin, nuk e ka muzikaliteti, nuk e ka, do të thënë kur diçka vjen natyrshëm, besoj se gjithmonë është më e bukur se sa ta sforcosh atë për me menu që ka me dalë më e bukur. Kështu që e kam lënë ashtu, ndoshta nuk është në standardin e duhur shkrimi, sepse duhet me studiu ndoshta gegnishtën që ka dalë sfundit e standardizuar. Ose ndoshta me ndjek një autor më përparshëm geg, por as këtë nuk e kam bërë. Domethënë unë kam shkruajt ashtu sikur ka ardhur natyrshëm. Sepse je Melita, nuk mundesh me përfaqësu ti kënd ti profesion veten, absolutisht. Unë nuk kisha pas dëshirë që ti më ndryshu, sepse unë nuk do të kisha ditë se si me e lexu ndryshe këtë poezi që do të lexoj tash, do të interpretoj në një mundësi teme, në atë sa mendoj unë. Rutinë enigm. A ki pas ndonjëherë një boshllëk aq plot sa dhe në skutat më të ngjeshuna më u gjet vdekje dëshirash, kujtime tillnume, nevoja të poshume, grumë i vujtjesh, gjurmë vesesh, shpërdorim për shpëritjesh, veturina pasionesh. Ashtu rëndin prej boshllëkut me ngryz ditën me melankoli të shumt, në peisazhe ndodhish që bahen simbol e përfiturimit me drejtu labirintet e mbrëmshme të nesërmes, ku sotja syngjet as sot mes vet. Është një poezi shumë dimensionale, edhe unë realisht këtu e gjej me ditën. Nuk isha mujt me gjej diku tjetër, por një boshllëk aq plot. Është ajo enigma, kjo gota është gjysmë plot apo gjysmë bosh, edhe kjo pjesa e boshllëkut tënd. Po pra, është një enigmë, boshllëk enigmë, një boshllëk që nuk din me i vu emër. Pra je mush me boshllëk, pra një boshllëk plot. Një boshllëk plot. Pra, ka momente që ti nihesh bosh. Edhe në bosh në kuptimin e ndjesive, në kuptimin e asaj që pra, është një moment delikat ndoshta kur unë kam shkruar këtë poezi, edhe është ne jo rrallë gjendemi përballë momenteve delikate ku nërpres pak. Gjithmonë një poet është i mirë edhe në atë me shprej poezinë, me interpretu poezinë. Unë e kam shkruar, por ndoshta s'jam me shumë me interpretu, kështu që do kisha pas shumë dëshirë që dikush tjetër me interpretu poezinë time. Edhe se si e kupton atë që kam shkruar tonë, se jo gjithmonë poetja që ka shkruar jo gjithmonë kërkojnë me interpretuesen, jam dakord me ty. Që mos pretendoj që unë jemi interpretuese e mirë të poezisë tame. Jo, në rregull, e kuptoj atë çka thu, sepse unë nuk dua më interpretu dikush tjetër pa në joni herën. Se edhe unë kam frikë mos ti perceptoj diçka tjetër. Nuk e kam frikë, po nuk dua me dhënë ndjesi tjetër. Pra, unë më të kisha pyetur si e ke kuptuar ti për shembull, ose si e ka kuptuar lexuesi, ai që ka është pra, aty isha nis me thënë një gjatë tillë, është me të vërtetë që janë disa ndjesi ku ne gjana në patjetër çdo ditë. Çdo ditë pak nga pak. Por ajo çka ka Melita thot rutin enigmet. Po unë e la një enigmë të hanen edhe të premten jam tjetër gjallë. Sepse ajo të merri që mu më kap herë mas herë, tham o zot vetëm rutina nuk du ma. Dhe jam shumë e gatshme me shpik një lloj dramaticiteti brenda vetit.
ose një shpërthim tjetër vulkanik që mos me ka në rutinë e përditshme. Por që faktikisht kjo është diçka reale që prek gjithë secilin, është diçka që e njoh gjithë secilit besoj. Prandaj edhe ajo qëllimi myte me këtë realizmin tanë, mjafton realiteti botë. Jam shumë dakord, absolutisht jam krejt dakord me ty në këtë. Po, synimi i autorit është gjithmonë që ta prekon atë që me litë kina një thanje tjerë zakonshme të Immanuel Kant, ndërkohë ne do mbyllim me emisionin se ikin minutat. Qielli ju ka dhuru 3 gjana njerëzve, thot, për me kompensu vështirësitë e jetës. Shpresën, ëndrrën edhe buzëqeshjen. A i ke këto 3 gjana me litë? po i kam. Fatmirësisht. Të cila je gjallë ma tepër? Tek buzëqeshja. Edhe ke të mrekullueshme, kjo është një fakt, domethënë, nuk e thot ajo, kjo shifet, ndriq thyrsa me shifet. Nëse njëri humb ndoshta pak shpresën ose nëse humb besimin ose nëse nuk ka ëndra si kishe shkruajt atë humb ka herë edhe harran me andru, gjithmonë me një buzëqeshje dhe me jo rikthi. Kisha harru me andru, kisha dash ti kanë me andru, aty rikthi pra ëndrës, jo të lutem. Kështu që gjithmonë me një buzëqeshje rikthem te tana. Si ka kanë kë vit që la me mas, për ty unë i di disa detaje tujat, por ka kanë një vit pavarësisht vështirësive të kësaj që pandemisë të tonë zoti e kemi nga fundi. Kam pas një mirësi, një bekim familje që unë kam kalu me shumë lehtësi çdo gjë, prej vajzë me të vogël. Një banan për herë të dytë, më tha. Edhe çdo gjë ka kanë ndoshta më lehtë i marr kënaqësinë që më jep familja dhe vajza vogël. Vajza vogël. Të shi, vajza mallë është disa vite më mallë, 10 vjeçë. Si nihesh nën edhe herë mas 10 vitesh? A ka rikthehet çdo emocion, rikthehet. Përveç emocionit rikthehen edhe shumë punë, shumë përgjegjësie, shumë tonat kthehen bashkë. Domethënë, por është kur është bekim, është diçka shumë e bukur. Një pyetje tjetër, do ke shkollë me shkru, me amru, me shpresu dhe me buzëqesh më së gjë? Unë pikërisht tash edhe para se me mftu në emision kohët e funit, unë dhe me thanë jam shumë e fernum, shumë më thënë nuk kam pas kohë, nuk kam gjetë kohën, as me ullë me shkru në ushta, as me marrë me letërsi. Kohët e funit, ti e marrë me një bekim tjetër. Po, poezisë më të male. Poezisë më të male tjetër, që janë fëmijët edhe, kjo është gjëja më e jashtëzakonshme që mundet me i noll një gruaje me litë realisht. Një me plotësume. Që edhe nëse kam lanë shumë poezi, jam e plotësuar në aspekte të tjera. Poezinë e vërtetë ke sjellë në jetë me Litë, mos e diskuto këtë. Litë, faleminderit që ishe në studio me mua. Faleminderit ty ajo. Më ke kriju një gjanje të jashtëzakonshme, na ke dhënë shumë pozitivitet në këtë ditë sotme. Faleminderit, unë uroj sukseset më të ejshme. Të lutem, unë du me të ftu sërish në studio dhe nuk du t'jetë një kohë shumë e gjatë, sepse ti do të botosh librin tënd parë, do të ma jepsh fjalën sot, po veç. Patjetër, po dhash fjalën do ta maj, kështu që ta jap fjalën. Okej, është fjalë se trimorsh. Atëherë të dashur miq, ky ishte emisioni për ditën e sotme. Uroj që të keni marrë shumë pozitivitet diell nga studio e Radio Shkodrës nga valët 92 MHz dhe duke ju uru një të shtunë të diellt, duke ju uru një fundjavë magjike dhe duke ju lanë në tingujt e jashtëzakonshëm të Pjetër Gjergjit, kisha dashur me ju uru edhe një herë paçi një fundjavë të mrekullueshme. Vajzë ëngjëllore Pjetër Gjergji.